Prej disa orësh në rrjetet sociale po qarkullojnë raportime për një debat të fortë midis Luizellit dhe nënës së Kiarës. Sipas burimeve pranë familjes, situata është tensionuar gjatë një takimi të mbajtur në shtëpinë e çiftit, ku mamaja e Kiarës ka shprehur shqetësime të hapura për disa vendime të fundit të Luizit, të cilat sipas saj kanë krijuar pasiguri tek vajza e saj dhe kanë ndikuar drejt për drejt në stabilitetin e familjes së re. Debati mësohet të ketë nisur ku Luizi ka folur për planet e tij profesionale për vitin e ardhshëm, përfshirë edhe një mundësi rikthimi në një format të madh televiziv. Mamaja e Kiarës ka kundërshtuar menjëherë, duke thënë se Kiara ka nevojë për më shumë mbështetje emocionale dhe praktike, sidomos duke marrë parasysh rritjen e vajzës së tyre Luna. Ajo është shprehur se një tjetër periudhë gjatë larg shtëpisë do të sillte lodhje dhe stres të panevojshëm për moderatoren. Burimet e afërta thonë se Luizi ka reaguar duke mbrojtur pozicionin e tij, duke theksuar se projektet profesionale janë të domosdoshme për karrierën e tij dhe për të siguruar të ardhurat të qëndrueshme për familjen. Ai raportohet i ketë thënë nënës së Kiarës se qëllimi i tij nuk është të rëndojë situatën, por të ndërtojë një të ardhme më të mirë për të gjithë. Megjithatë, kjo përgjigje nuk e ka qetësuar as pak palën tjetër. Debati u ashpërsua kur mamaja e Kiarës ka nënvizuar se prej disa muajsh, Kiara ka mbajtur barrën më të madhe të përgjegjësive familjare, ndërsa Luizi është fokusuar kryesisht në projektet e tij artistike. Sipas raportimeve, ajo i ka kërkuar këngëtarit të tregojë më shumë vëmendje ndaj vajzës dhe bashkëshortes, duke shtuar se nëse familja nuk është e qetë, asnjë sukses profesional nuk ka vlerë. Kjo deklarat ka krijuar një atmosferë të ngarkuar, ku Luizi mësohet të ketë kërkuar të mos gjykojë pa u dëgjuar edhe ana e tij. Deri tani, as Luizi dhe as Kiara nuk kanë bërë ndonjë reagim publik, ndërsa komuniteti online vijon të komentojë situatën me interes të madh. Megjithatë, sipas burimeve të brendshme, debati nuk pritet të lërë pasoja afatgjata, pasi të dy familjet janë përpjekur gjithmonë të gjejnë gjuhën e përbashkut për hir të çiftit dhe vajzës së tyre Luna. Mbetet për tu parë nëse këto tensione do të qetësohen në ditët në vijim.